Edhe andaj një amanet rinis, mos lejoni me marrë vendime kur i dhnoheni. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairun nas anfa'uhum lin nas. Më i miri pi njerëzve është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Edhe njerëzit më të dobishëm për njerëzit janë pejgamberët e Allahut. Se ata njerëzimit ja kanë mësu rrugën e shpëtimit dhe rrugën e lumturisë këtë botë. E mas pejgamberëve vinë trashëgimtarët e pejgamberëve. Dhe andaj kur një katun, kur një xhami, kur një xhamat e ka një hoxh, që ja ka gajle katunit, xhamatit, trive, pleçve, burrave, grave, vajzave, atëherë falendorni Allahun sabah akşam se Allahu ka dashur të mirën. Se va ka sjell një njeri i cili ja ka gajle këtij vendit, këtij populli, këtyre njerëzve dhe mundohet m'ia mësu atë që e ka thonë Allahu i madhërisëm Kur'anin fisnik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij. E çka e prish shoqërinë? Domthonë shoqëria përbëhet prej pikave që e zhvillojnë dhe ndërtojnë atë dhe prej pikave që e shkatrojnë atë. Edhe gjithë e dim na se me prish është shumë ma lehtë se me ndreq. Edhe andaj një amanet rinis, mos lejoni me marrë vendime kur i dhnoheni. Mos përshpejtoni me marrë vendime bazë nervozës që keni. Se e merr një vendim i nervozum, i dhunum, pa e mendu mirë, ja bën sherin vetës edhe katunit edhe mahallës, mat me men me dekada. Let është me prish, shumë rand është me ndreq. Gjithë ju kush ka pas rast me marrë pjesë në një pajtim e ka pa. Pse janë i dhnu ata dy familje për një laf goje, ka thonë dikush pa e matë. E masene me javë, e me muj edhe me vite është dash me qu rigjagji e njerëz që pajtojnë, deri sa tunet ka 2-3 natës tu i bindi. Ona ina vlazëna, ina musliman, ina shqiptar, ina katunar, nuk ban për një laf mu i dhnu, nuk ban me majt i natë. S'kina ku e qojna në tjetrin, apet na ina që këto për njëri tjetrin. Ama me u prishën shpejt. Për mund resh, po duhet javë, muj edhe vite. Këtë jeta jonë është shtu vllazni. Për me prish se cili njeri që është i ngutshëm, që është nervoz, që nuk është mirë me Allahun dhu xhelal, e prish shumë shpejt edhe shumë lehtë. Andaj na i themi vllaznive, o vllazni, kujdes, ta ruajmë njëri tjetrin, t'ja kem gale njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin për një me, se s'ka mundësi me pas lumturi e harmoni nëse mes nesh ka armiqësi, urrejtje dhe zili. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru kunu ikhwanan ya ibadallah. Pa mos ja keni zili njëri tjetrit, mos e urrejni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Bohuni vllazën o ju rob të Allahut. Jetoje vllazni llokën për një me. Mos e prit me na rani vdekjen familje edhe na mu mbledh për hatër xhenazës që kemi të shtëpia. A deri gjesi forshim njëri tjetrit. Mos lejoni me ndodh një problem i madh familje që na me shku me vizitu njëri tjetrin me pas për shembull dikan smut me kancer, edhe është në fazat e fundit e tash për hatër të smundit, po shkojmë po him shtëpi të vllau te vllai vet, pse se deri dje ka qenë i dhunu.